është pra çfarë ke mundur të mësosh një prej dëshmitarëve, edhe pse është mbajtur me ndyrë të mbyllura kjo seancë, çfarë ka deklaruar ai? Në fakt Mirtil, ai sapo është futur në ambientet e gjykatës, pra dolën të gjithë të pranishmit dhe duhet të thënë që ka një interesim shumë të madh, të paktën sidomos nga ambasada greke, janë pothuajse 5 përfaqësues nga ambasada që janë të pranishëm në seancën e sotme, përfshi edhe familjarë të zotit Bejleri, por edhe kreun e PVD-njës Vangel Dule, nëse e shifni, të gjithë janë të pranishëm në pritje për të qenë të pranishëm edhe në seancë gjatë pyetjes së dëshmitarëve. Pra, siç raportuam dhe më herët në seancën e sotme, janë dëshmitarët e akuzës ata të cilët do të pyeten me kërkesë të prokurorisë. Pra, i pari është kërkuar që të pyetet dëshmitari kyç i këtij procesi, pra dëshmitari i cili ka bërë kallëzimin e denoncimin dhe është bërë bashkëpunëtor i drejtësisë në këtë kallëzim, madje ka ndihmuar prokurorinë e Vlorës në hetime, pra Arsen Rama. Ishte ky dëshmitar që është paraqitur, pra është paraqitur i mbrojtur kur ka ardhur në ambientet e gjykatës, madje ka qenë dhe i maskuar, dhe sipas asaj që mësuam nga prokuroria e çështjes Dorina Bejko, ajo tha që ai ka patur gjatë gjithë kësaj periudhe ka patur kallëzime ai dhe kanë patur kërcënime ai dhe familjarët e tjerë, dhe madje i është dëmtuar dhe mjeti që i tij dhe i bashkëtueses, dhe për këtë ka bërë dhe një kallëzim në prokurorinë e Vlorës. Pra, ka bërë kallëzim për dëmtimin e mjetit. Ndërkohë që ka qenë reagimi i avokatëve të zotit Bejleri, të cilët kanë pretenduar që ai nuk është asnjëherë nuk është kërcënuar, dhe madje sipas tyre kallëzimi që është bërë dhe dëmtimi i mjetit ka qenë një problem që ka patur vetë ai me pronarin e servisit ku e ka lënë mjetin. Pra, pas gjithë këtyre debateve, ka qenë gjyqtari ose kryesuesi i seancës, pasi është konsultuar me anëtarët e tjerë, Erion Çela, që vendosi të bëjë me dyer të mbyllura, pasi sipas gjyqtarit, fakti që ai është kërcënuar dhe ka pas dëmtim mjeti u provua edhe vetë nga avokatët, të cilët thanë që jemi në dijeni të kallëzimit, por është një problem që ka patur ai me servisin. Gjithsesi është seancë që po vijon me dyer të mbyllura, pra të gjithë të pranishmit, të gjithë personat e tjerë që ishtin seancën kanë dalë në këtë momente. Dëshmitari është duke dëshmuar, është i pranishëm edhe vetë zoti Bejleri në seancë, pra seanca bëhet në praninë e avokatëve të zotit Bejleri, në praninë e vetë zotit Bejleri, prokuroris dhe trupit gjykues. Më pas, e tjerë, dyer të hapura. Mirë, faleminderit Keti Banushi për gjitha këto informacione që na përcollën.